Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 7 prill të 2025-s. Është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me ndryshimet që do të bëhen, sepse kemi të bëjmë me Afroditën retrograde nga Peshqit, ku formojnë një kënd me Saturnin. Të dy planetet u takuan përsëri në janar, ku Afrodita u fut për herë të parë tek Peshqit dhe do të takohet përsëri më datën 25 prill, ku Afrodita do të jetë në rrugën e duhur. Ky kënd na kthen të kaluarën për të rivlerësuar të ardhmen, marrëdhëniet, partneritetet dhe herën e fundit që ata takohen në prill, për herën e fundit që do të ketë pra 25, do të thotë që do marrim vendimet tona përfundimtare. Ajo ndikon shumë tek binjakët, Virgjëresha, Shqiptari, Peshqit, të 10 ditë të tretë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Duket se është një ndikim shumë pozitiv, madje është dhe koha dhe momenti i duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet që do të kemi. Por, para se të filloj me parashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkronjetje. Aty ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet dhe kohën që juve doni mbi parashikimet personale, individuale, për gjërat e tjera që mund të keni, mundësi që mund t'ju jepet dhe gjithashtu keni gjithçka aty dhe mund të zgjidhni çfarë të dëshironi juve për sa i përket paketave dhe pastaj të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që astrologo.al kur ngarkohet në YouTube dhe jemi live dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë pikërisht ky butoni këtu e klikoni, na bëni subscribe, butonin e ziles, të gjitha, na bëni share tek faqja që juve të shkoni dhe si më tutje pastaj dhe për të dërguar mesazhe dhe për të marrë live përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Çfarë ndodh me shenjën e Dashit dhe ku ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë që jepen? Është një kohë e përshtatshme sepse Afrodita në retrograd tek Peshqit, ku formon këtë kënd me Saturnin, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi, do të thotë ndryshim dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Për sa përket anës shpirtërore, problematika të ndryshme keni pasur me Virgjëresh dhe me Shqiptar, duket se gjërat janë drejt rregullimit. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit dhe çfarë ndikimi ka në këtë drejtim? Ka ndikime shumë të mira sepse lidhet shumë me çështjet e punës, lidhet shumë me takimet që do të bëni tani, në lidhje me punën, në lidhje me një takim që do bëhet, është një takim mjaft pozitiv, sepse duke pasur parasysh pikërisht kjo ditë e datës 7, ku na ndihmon për të nisur javën dhe mundësi të reja. Javë të mbar ju uroj. Ka për të qenë e mbar sepse juve i keni të gjitha mundësi për të nisur një biznes të ri dhe pse jo disa bisedime të rëndësishme që do të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Bricjap dhe me Luan duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Meqense binjakët nga njëra anë nisin një biznes të ri ose disa bisedime që mund të bëjnë, por këto janë bisedime të rëndësishme sepse ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë me një takim që vërtet është takim mjaft pozitiv, sepse kjo ditë e hënë është një ditë mjaft e rëndësishme për juve të shenjës së binjakëve, duke pasur parasysh edhe ndryshimet që do të keni, janë ndryshime shumë pozitive dhe jo problematike. Por gjithashtu, do bëni pa kujdes nga disa çështje që mund të lidhet me punën tuaj aktuale, mund të lidhet me disa vendime që do të merrni. Në dashuri, bëni kujdes me Akrep. Shkojmë tek shenja e radhës, që është Gaforia. Për sa përket shenjës së Gafores, Gafore duket se tani në këtë periudhë mundohen që në këtë javë mundohen që të bëjnë të pamundurën në fushën e karrierës dhe e bëjnë, sepse është koha, është momenti, është periudha që ndodhin fenomenet dhe është një mundësi shumë e mirë mbi takimet dhe vendimet që merren. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, një lidhje afatgjat që ka të bëjnë në lidhje me anën e punës, me anën e bizneseve, por gjithashtu disa para të pamarra dikur i merrni, sepse fillimi i mbar gjysma e punës, do thotë dita e hënë,
nga dreka keni mundësi dhe një lajm shumë të mirë që mund të merrni juve të shesë kafores. Në çështje shpirtërore, lidhjet me dash duket se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë dhuanët. Luanët duket se kanë një mundësi tani, kanë një mundësi mjaft pozitive, duke pasur parasysh punën, periudhën, momentet, vendimet që merren dhe kjo është një kohë shumë pozitive dhe mjaft ideale. Në lidhje me disa periudha pozitive që kanë bëjnë me punën dhe me karrierën, por duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për zgjidhur një problem të pazgjidhur më përpara. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep duken të mbara, edhe pse keni pasur probleme në të shkuarën. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Virgjëreshës. Virgjëresha dashura, përgatituni në këtë fillim javë, këtë ditë hëne, në lidhje me çështjet ekonomike financiare. Nëse keni mundësinë të bisedoni me persona të ndryshëm ose do të bëni një biznes të ri, është koha juaj, është momenti juaj dhe juve mund të rregulloni dhe stabilizoni gjërat aty ku dëshironi juve. Sepse është momenti më i mirë i mundshëm për të arritur aty ku dëshironi juve, edhe pse me disa vështirësi që mund keni pasur, por kjo nuk do të thotë se të ngeleni aty. Është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që do të merrni dhe jo vetëm. Prandaj bini pas sepse kjo ditë është ditë shumë e rëndësishme për juve dhe mund t'ju ndihmojnë në anën ekonomike financiare, në biznese dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me binjak duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, peshoret duket se tani e futen në një rrugtim të art për sa i përket punës së tyre, sepse kjo ditë e hënë, kjo fillim javë, i do të mësoj shumë gjëra në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me ndryshimin e madh që po keni tani tutje, ku Afërdita ju ndihmon jashtë mase, planeti i guvernatori juaj dhe i paras dhe i dashurisë, ku ka ndikime shumë të mira dhe juve ndikoheni pozitivisht miqtë të kësaj shenje, ku keni mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur disa çështje problematike që keni pasur para disa kohëve, por tani ka ardhur momenti dhe koha e ndryshimeve dhe e mundësive të mëdha që do keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Akrep duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Meqense juve të shenjës së Akrepit jeni pak a shumë të ndrydhur në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën, sepse kjo ditë e hënë është vërtet e lodhshme për juve, por unë ju them si Akrep që jeni, edhe pse keni të bëni me ndikimin e Plutonit, guvernatorin tuaj, që ju ndihmon disi, por ka të bëjnë edhe në çështjet e punës suaj, sepse keni të bëni keni çështje me disa kontakte shumë të rëndësishme me persona të ndryshëm ku do t'ju ndihmojnë në fushën e karrierës suaj, edhe pse do lini një punë, do filloni punë tjetër në këtë javë të rëndësishme, por në anën tjetër i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problematika të ndryshme dhe kohën e duhur për nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Dem dhe me Akrep duket të mbara, pak vëmendje me peshoret e ditëve të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët duket se tani është momenti dhe koha mbi zgjidhjet të disa konflikteve të vjetra që keni, disa problematika që keni pasur para disa kohëve, duket se tani në këtë ditë kaq të rëndësishme, si ditë e hënë, për juve është një ditë shumë e mirë dhe e rëndësishme për nisma të reja, për marrje vendimesh, për ndryshime, për takime dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dashët e ditës së parë, me ujorët e ditës së tretë është perfektja, pak vëmendje me gafore. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Bricjapit. Për sa përket Bricjapëve, Bricjapët duket se tani në këtë periudhë është periudhë e artë në lidhje me vendimet dhe takimet, në lidhje me ndryshimet dhe përforcimet që kanë të bëjnë, por është një moment shumë i mirë dhe i drejt për së drejti në fushën e karrierës suaj, në fushën e ndryshimeve, në ndryshimet sidomos, sepse keni mundësinë për zgjidhur një problem shumë të madh, një problem pozitiv dhe jo negativ, dhe ka të bëjnë me disa ndryshime dhe disa takime
mjaft të rëndësishme në punën tuaj, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dëm dhe me Akrep, duke të mbara pak vëmendje me peshorët e ditëçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Ujorët duket se tani, edhe pse kanë një mundësi të artë, dhe kjo bën që për juve të kësaj shenje të jeni në dilemë nëse këtë fillim javë të mbar ju uroj. Keni që do të nisni një biznes, dhe ky biznes ka të bëjë me artikuj të ndryshëm në lidhje me dyqanin tuaj. Po, është për plotësuar disa artikuj, ndash janë ushqimor, ndash janë lidhje me veshmbathje, ku diun gjëra të kësaj natyre. Është ditë e mirë, prandaj bini pas shikojeni çfarë mungon dhe disa dokumenta që do t'i bëni, sepse afrohemi afër ndikimeve dhe ndryshimeve të mëdha që keni tani e tutje, kur është mundësia më e mirë dhe koha më e drejtë për së drejtë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve dhe të mundësive të arta që do të keni, dhe kjo është një nga koha dhe mundësitë më të mira të qenë ndonjëherë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj janë gjërat mjaft pozitive dhe shumë të rëndësishme njëkohësisht për gjithçka ju keni, për gjithçka ju doni, dhe vijnë gjërat atë ku ju dëshironi. Në lidhje me disa çështje afatgjat për punën tuaj aktuale, për gjërat që ju keni tani tutje se vërtet e keni mundësinë dhe jeni mjaft të dhënë mbas ekonomisë, mbas stabilizimit, mbas ndryshimeve dhe mundësive të tjera. Një nga kohët më të mira që kanë tani tutje, jeni me shumë fat për të zgjidhur problemin tuaj, për zgjidhur gjërat që doni në fushën e karrierës, por është një moment shumë i mirë në ekonomi. Në ekonomi sidomos është kohë ideale në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dëm të ditëçit të parë dhe me ujor të ditëçit të tretë, është perfektja, por gjithsesi koha ka provuar që juve jeni me shumë fat në këtë drejtim. Edhe pse keni pasur probleme javën e kaluar, ditën e njëjtë dhe ditën e diel, por këto janë kalimtare, sepse juve nuk do të thotë se tani filloni një nisëm të re në kohën tuaj, në momentin tuaj, për gjithçka ju doni dhe keni, dhe është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dash, lidhje që kanë bënë me shqyrtar, lidhje që kanë bënë me luan, është një mundësi shumë e mirë për sa përket zgjidhjes suaj për të nisur një çështje madhore ekonomike financiare për disa gjëra të tjera që do të ndikojnë në favorin tuaj. Në një çështje që ka të bëjë me një udhëtim, prisni pak, mos mund nxitoni sepse koha nuk është në favorin tuaj për lëvizje të largëta. Vijojmë tek shenja e radhës, kjo është shenja e peshqeve. Peshq të dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë e mirë në lidhje me ndryshimet që kanë bërë, në lidhje me mundësitë që jepen në anën e financave. Keni nis një punë të re, ose ju kanë dhënë fjalën për të nisur diçka të tillë, është një mundësi shumë e mirë tani, dhe kjo është periudha që do shikoni që gjërat të ndryshojnë, do shikoni që gjërat të arrihet fal zgjuarësisë suaj, fal mundësive që ju jepen, sepse me afrimin e disa gjërave keni të bëni shumë me takimet e punës, keni të bëni shumë me disa vendime shumë të rëndësishme, dhe jo vetëm kaq, por momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni mirë, dhe mos harroni se kjo periudhë është një ndikim mjaft pozitiv nëse jemi të sigurt dhe të gatshëm të përgjigjemi kërkesave, mundësive që na jepen, dhe është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive për sa i përket çështjeve madhore financiare. Në dashuri, edhe pse keni pasur disa probleme juve të kësaj shenje, sidomos lidhjet që kanë bëjnë me peshk gafore, peshk akrep sidomos, është një periudhë shumë e mirë, një periudhë pozitive për zgjidhje të problematikave të ndryshme, dhe është dhe koha e duhur për të zgjidhur çdo lloj problemi dhe çdo gjë që juve keni. Janë momentet më të mira dhe shumë pozitive. Nuk ka vend për të shqetësuar, por e bini pas disa çështjeve që keni lënë pezull, sepse është momenti juaj për zgjidhur problemin që juve keni. Në çështjet e dashurisë, lidhje me mundësitë që do të jepen, janë me gafore, me shigjetar, me Dëm, kjo është një periudhë mjaft e artë. Këto ishin pak a shumë përse përket miqtë e mi të datës 7 prill të 2025. Para se të ndajmë bashkë, nëse dëshironi një parashikim të detajuar, ditor, javor, mujor, kemi pikërisht astrologu.al, faqja roz që është atje. Atje mund të shikoni çfarë ju intereson dhe ku ju gjini veten. Në kohën që ju e gjini veten diku, e merrni, abonoheni dhe dërgoni të dhënat plus numrin e blerjes dhe e dërgoni sekretariat. Më pas, flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për ju që doni që çdo video që astrologu.al
ngarkoni YouTube dhe të shohini, ta dëgjoni të parë, të shohini të parë. Atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu, që të dërgoni mesazhin në kohën që ne jemi online. Pra, e klikoni, e shikoni se si e ndiqni hapat dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhe dhe të merrni live përgjigje. Nga një rrepulla, ditë të mbarë, hënë të mbarë dhe javë të mbarë. Ju fëmirat.